Përshëndetje miq. Sot do t'ju jap 2 këshilla të rëndësishme të gjithë kolegëve të mi që punojnë në hoteleri dhe që punojnë në restorante. Tashni ky është Bluefin, shikojeni nga del nga akulli komplet. Del nga akulli dhe ky prej këtej vazhdon rrugtimin e vet. Shikojni se si i kemi arga. Këto arga vinë që të gjitha nga Turqia ose nga Barcelona. Dhe janë arga që ne i bëjmë zbedhin për ta shit tregun europian, tregun amerikan me avion dhe për ta çuar fabrikat tona për ta përpunuar që ju ta keni freskët në restorantet tuaja. Tashti ta kuptoni ju si procedurë kjo rri 4 orë në ujë me akull dhe mbas 4 orëve në ujë me akull, mbas i pastrohet koka dhe i pastrohet e mbrëmshme, futet nëpër këto arka, shpejt. Yavaş yavaş. Mano. Pritja. Nuk e se arga, kjo është arga më e modhe. Ne i presim bishtin, shikohet si në operacion, vetëm sa ja thym. Bravo. Sa i thyet bishtin, vendose tu, mylle me qese, shpejt. Pastaj i vendosen këto fije, që mos ketë probleme për ta djek akull. Pastaj i vem në qesën finale. Dhe vazhdojnë ushe top me akull. Miqtë e mi, ju që keni restorante, i gjithë ky shkon eksport në gjithë botën. Ton ka 40 lloje. Dhe ky është mbretëresha e gjithë mesdheut që shitet në çmime jashtëzakonisht mëdha. Tashi për ju të restoranteve po ju them. Mos u rreni nga çmimi i tonit që ju vjen import nga vendet e tjera. Është ton që vjen nga Afrika, është ton që ngrihet, është ton që kushton 1.2 euro kilja. Dhe kur vjen në Europë, ata i fusin injeksione për t'ja u skuqur. Dhe mbasi ju fusin injeksione dhe skuqin ju rren juve duke shitur markatën tuaj. Mos harroni miq, turizmi ka nevojë për ushqim cilësor. Mos i jepni porkerira turistave për një diferencë shumë të vogël se tregu i tonit ka qenë poshtë, sepse do të shkatroni biznesin tuaj. Edhe diçka tjetër miqtë e mi. Shërbimi, ne jemi mësuar që të shërbejmë mikut në përshpia dhe jemi shumë zemërbardh dhe i bëjmë gjërat me shumë shpirt. Por nuk jemi mësuar të shërbejmë me nivel në për hotelet e mëdha. Dhe është gjunaf miq që ju nuk merrni njerëz profesionistë për shërbim. Do të shkatroni biznesin tuaj me këtë mënyrë shërbimi që keni dhe do të përzini turistat. Pra mos harroni, ushqimi dhe shërbimi janë 2 gjëra shumë të rëndësishme që ne të çojmë përpara turismit. Respekt e miq. Hajde.